Sot, sigur se e pat, e kishëm një seancë të turpit, e cila seancë ishte demonstrimi asaj se çfarë nuk do dhe dje. Nëse dje simbolikisht ja vun drynin sallës së kuvendit, sot ja kanë vu drynin demokracisë. Me që sot ka qenë dita kur do duhet të propozohej emri dhe të votohej kandidati për kryetar të kuvendit dhe të konstituohet kuvendi si tillë. Një gjë të tillë Lëvizja Vetëvendosje nuk e bëri, e cila po e konsideron kuvendin si një pronë të saj, dhe ne si Partia Demokratike e Kosovës e shprehemi shqetësimin tonë për atë që ajo se çfarë ndodhi sot ka qenë një seancë antikushtetuese, antidemokratike, jashtë çdo procedure në fuqi të kuvendit të Kosovës, dhe presme që qytetarët e Republikës së Kosovës ta shohin këtë situatë, ta gjykojnë këtë situatë dhe ta dënojnë një subjekt politik, i cili subjekt politik e ka sjellë vendin në buzë të gërminës. Kosova prej sodit nuk është më demokraci, në këtë vend nuk ka as kushtetut, as rend kushtetues. Zoti Kurti i ka shfuqizu, i ka suspendu të gjitha institucionet demokratike të këtij vendit, dhe është prej ditëve më të rënda që ka pas ndonjëherë Republika e Kosovës prej ekzistencës së saj si shtet sovran dhe i pavarur. Ne si Partia Demokratike e Kosovës jemi ata të cilët në çdo formë dhe në çdo mënyrë do ta mbrojmë rendin kushtetues këtë vend. Brenda kuvendit dhe jashtë kuvendit, me qëndrime politike dhe me veprime politike. Prandaj është më se e rëndësishme që secili ta kupton që Kosova ka hyrë në fazë të re. E ftojmë zotin Kurti që ta propozon kandidatin e tij për kryetar të kuvendit, që të konstituohet kuvendi. Konstituimi i kuvendit nuk ka lidhje me atë se kush bëhet president dhe si formohet qeveria, është një proces totalisht i ndarë. Prandaj dhe është koha fundit që një gjë e tillë të bëhet edhe të ndodhë. Mjerisht, ajo se çfarë po shohmi, jo vetëm dje, pra mbrëmje edhe sot, por çfarë kem parë në këto 2 vitet e fundit, është që në këtë vend ka vetëm një periudhë të shkurtë të asaj se çfarë është demokraci, kur është gara zgjedhore. Para garës zgjedhore dhe pas garës zgjedhore nuk ka më sistem demokratik, se zoti Kurti e ka uzurpu pushtetin, dhe ju keni një situatë që sot ky vend nuk ka një president si institucion, se presidenti është institucion, nuk ka kuvend si institucion, por nuk ka qeveri si institucion, me që të gjitha këto në këto 2 vitet e fundit janë me ushtrues të detyrës, një situatë pa precedent në historinë e demokracisë së Kosovës. Mendoj që gjykata kushtetuese është e qartë në formën e kristalt, e cila në vendimet e saj, në gjykimet e saj, ka sqaruar situatën e cila ka vlerë deri mbrëm, që brenda 30 ditësh do duhet të zgjidhej kryetari i kuvendit, nënkryetari i kuvendit dhe të konstituohet kuvendi. Unë nuk mendoj që betejë më është vetëm ligjore, mendoj që betejë është mbi gjitha e natyrës politike, por qytetarët e Kosovës duhet ta dinë një gjë, që ky vend ka lëviz drejt një anarkie të plotë totale. Burimi i kësaj anarkie është zoti Kurti dhe Lëvizja Vetëvendosje, dhe ne si deputet të kuvendit të Kosovës që dje jemi betuar. Dhe kur betohemi, ne betohemi që do të mbrojmë integritetin institucional. Dhe ky integritet institucional është shu pranë në orën 12 të natës dhe si i tillë nuk ekziston më. Mendoj që qartësinë këtë vend e cakton sovrani. Sovrani e ka zgjedhë si subjekt të parë Lëvizjen Vetëvendosje. Ata nuk janë zgjedhë vetëm për ta qeverisë vendin, ata janë zgjedhë për ta udhëheqë, për ta drejtuar vendin. Udhëheqja dhe drejtimi i vendit
nënkupton konstituimin e kuvendit, formimin e qeverisë, zgjedhjen e presidentit, dhe këtë mandat që ja ka dhënë sovrani do duhet ta nënshtron, do duhet ta ekzekuton, ta ushtron zoti Kurti. Mirë po, ajo se çfarë po ndodh sot, çfarë ndodhi dje, por çfarë ka ndodhur edhe gjatë këtyre 2 viteve të fundit, është dëshira dhe qëllimi i tij politik për ta përmbysur rendin kushtetues. Dhe këtë qëllim politik e ka deklaruar disa herë, kanë thënë në Kuvend Kosovës, për ta suspenduar demokracinë, për të pas zgjedhje të parakoshme, dhe kjo situatë nuk është gjë tjetër veç se për ta çuar vendin përsëri në zgjedhje. Dhe unë ftoj qytetarët e Kosovës që ata të cilët ja kanë dhënë votën, dhe votën ja kanë dhënë përmes qeverisë, për me përmirësu jetën e qytetarëve, për me adresu sfidat e ekonomisë, e të shoqërisë, e të politikës të brendshme, të politikës jashtme, ata do duhet ta dënojnë me votë. Nuk ka pas asnjëherë ndonjë udhëheqës më të madh politik, se kjo nuk është një krizë thjesht më politike. Nëse shkojmë 3 herë në zgjedhje dhe rrezikohemi që shkojmë përsëri në zgjedhje, më nuk është as krizë politike, më nuk është as blokadë institucionale, është shthurje e shtetit të Kosovës, dhe ne si Parti Demokratike e Kosovës, e cila qëndron në themelet e lirisë, e cila qëndron në themelet e pavarësisë, nuk do të lejojmë që ky vend të shturet si demokraci nga një përpjekje autoritare e zotit Kurti. Së pari ne ftoj të gjitha partitë politike që asnjëherë mos ta bojkotojnë punën e kuvendit. Se aty ku ka kuvend ka parlamentarizëm. Aty ku ka parlamentarizëm ka demokraci. Aty ku ka kuvend ka mbikëqyrje dhe kontroll politik. Dhe këto 2 vitet e fundit s'ka pas as mbikëqyrje as kontroll politik. Prandaj nuk duhet ta bojkotojmë punën e kuvendit dhe i ftoj qytetarët që ta kuptojnë drejt, se nuk duhet ne vetvetiu të ikmi idesë që jemi vend demokratik dhe e vlerësojmë faktin që jemi republikë parlamentare. Ne jemi republikë parlamentare. Por krahas kësaj, unë mendoj që brenda kuvendit dhe jashtë kuvendit, Partia Demokratike e Kosovës, subjekte tjera politike, duhet gjejnë forma, rrugë dhe veprime se si ne ta mbrojmë demokracinë këtë vend, e cila është e shune, e cila është e shpërbëne, e cila nuk ekziston dhe goditja e fundit i është dhënë pranë në mbrëmje. Kur unë dje dhe zoti Gruda kem lëviz drejt sallës së kuvendit, kem bërë përpjekje vetëm me dhënë një pamje se si duket mbyllja e demokracisë përmes një brave të madhe të cilën ja ka vendosur vetëvendosja. Kjo është ironike dhe qesharake se këto janë metodat e zotit Kurti. O mendoj që këto janë metodat e zotit Kurti, ai ka shpik, ai ka patentën e metodave të tilla dhe mas pakti më bën përshtypje se çfarë ka thënë dikush prej vetëvendosjes për një temë të tillë. Po janë metodat të cilat ai ka sjellë në këtë kuvend të Kosovës, prej cilave asnjëherë nuk është distancuar. Kaloni mirë.